Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të përshpejtojë moshën e daljes në pension për burrat e gratë. Bashkimi Evropian ka bërë publik qëndrimin e tij për negociatat me Shqipërinë lidhur me grup kapitullin 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Dokumenti tregon sa I linjëzuar është legjislacioni shqiptar me atë të Bashkimit Evropian për sa I përket grup kapitullit 3, si dhe çfarë kushtesh të tjera duhet të plotësojë vendi ynë që të mbyllë negociatat për këtë grup kapitull. Në dokument, BE thekson se Shqipëria kërkon më tepër kohë për transpozimin e direktivës së Këshillit mbi zbatimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore, konkretisht deri në vitin 2056, me qëllim barazimin e moshës së daljes në pension midis burrave dhe grave. Por me qëllim që të bëhet tani parafrimi I plotë I legjislacionit të Shqipërisë dhe atij të Bashkimit Evropian në sigurimet shoqërore, ky I fundit kërkon që barazimi të përshpejtohet, pra të mos bëhet në 2056. BE-ja konsideron se një periudhë kaq e gjatë tranzicioni për të parafruar moshën e daljes në pension të burrave dhe grave nuk justifikohet dot, dhe se një periudhë më e shkurtër tranzicioni me rritje më të shpejta të moshës së daljes në pension të grave është e preferueshme për të përshtatur me legjislacionin e BE-s. Për të vendosur mbi këtë gjë, Bashkimi Evropian I ka kërkuar më tepër informacion Shqipërisë lidhur me planet dhe projektet për reformën e pensioneve, një plan të ri të kohës që duhet për parafrimin e moshës së daljes në pension dhe një vlerësim mbi ndikimin që do të ketë rritja e moshës së daljes në pension në financat publike dhe në tregun e punës. Nga ana tjetër, për sa I përket fushave të tjera, si për shembull tatimet, BE shpreh se Shqipëria duhet të parafrojë legjislacionin e saj me AKI-n, duke përfshirë këto direktivën mbi sistemin e përbashkët të tatimit mbi vlerën e shtuar. Lidhur me kërkesat e Shqipërisë për disa përjashtime nga AKI e BE-s, Bashkimi Evropian nënkupton se çdo devijim nga sistemi TVSH së Bashkimit Evropian në lidhje me bazën tatimore mund të ketë një efekt në burimet e veta të BE-s. Në shumicën e kapitujve Shqipëria ka një harmonizim të pjellshëm me legjislacionin e BE-s. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka vendosur disa piketa mbyllëse, pra disa kushte të tjera që duhen plotësuar nga Shqipëria për të mbyllur negociatat për grup kapitullin 3. Në kapitullin për bashkimin doganor, rezulton dhe janë vendosur më shumë kushte se në çdo kapitull tjetër, ndjekur nga kapitulli I tatimeve, politikave sociale dhe të punësimit, si dhe kërkimi shkencor.